Gjithë salatin i vend buën bashkë, çdo bajram. E mojmë atë traditën që kemi pas, ka thonë bashkë. Pesim kun haqë, së më pështan në i vakë pa falë. Kur banë pesim kun qobe, çdo vjetë këm pre, edhe se vjetë e këm paguën jo. Jemi kun një familje modhe, ka thonë në Selacë, ka në e thue, ka gja shumë antarë një shpi, edhe jemi shpërngull për Selacit, 67 senje. 67 jena shpërngull, Mitrovic jena ra, jena konë 20 antarë familjes, një shpi ka në jetue, afer 10 vjetëve. Dikuna kër na do, me vlazni, fëmija mu kanë rritë, e më kanë quen haqë. Haqë, më shkue 2016, e marrë për haqët, se familja jo në falë gjithmonë. Gjysh jam ka rënua 103 vjetë. Vlau më ka rënua 90 vjetë. Tjerë vlazën kanë dekë edhe njo kam gjallë mas me e është. E që tashtë i pojetoj me grua që to, djallin e kam këto, 2 qika i kam këto, tjerët i kam jashtë. Me shkreti më pas 7 fëmi. Pe si marrë për haqët, shumicën e vaktëve i kam falë në gjami. E tash, ma rrallë po shkoj se jam lodhë, se kem po do vjetë ka gja shumë, e po shkoj vëllajës një herë në ditje po shkoj. Nëjse edhe për Ramazan shkoj edhe fali, travit i fali edhe ta bojnë i fali në gjami. Shkohet Ramazanit. Tjera ditë po mundë se ka gjelak gjami e pe këtujt, e më falë në gjithë tash. Pesim kun haqë, së më pështan në i vakë pa falë. Kër këm shku në haqë, jena shkue, 52 mdokën jena konë qatësenje, haqji, jena shkue mirë shumë, ka në kaluar më shokë mirë. Ti jeta jeme qaja di lezetin që ka në pasë, edhe mirat që ka në pasë në haqë. Me hongër ka në pasë mirë, me fleja mirë u konë. Haqëllarë të ka në pasë mirë, prisën për këtujt, e ka në pasë mullaj zetin. Jena shkua, ma mirë nuk e moj kur menë më shkua mu. E më shkua kësha pasë qefën e herëveç, mundësia s'ma banë, se jetë e jemi shkone dhe më shkua dhe njerë. Po s'ka mundësi, se thonë edhe ju më plakë, s'muna për jetu ataj. Udhe, se ka gjatë do të më koni fort, do të me jesë, ka gjatë udhe dhe gatër. E, asa s'muna dhe më pas parës më shkaj. E më kanë qua mua thëmija, se rogën sa e më konë në puni, më pas vogël, e ta shorit të thëmija, e me parët thëmive më kanë qua valoj. E sa dhe kom jetën e mirë, pare kemi, po më qoj thëmija, po mojnë se 50 është e vogël. Vesh, po ka lej mirë balë që tu me plakën teme dhe brahaimin e kam nga që tu, e mirë për qojmi. Çdo bajram madhë, kur banë pesim kun qobe, çdo vjetë këm pre, edhe se vjetë e këm paguën jo në pushtëri, e këm paguën, e shkur shkoj, ditën as bajrami shkon djali, edhe merë kurbanin atje, e këm paguën 300 euro, e sa më ka thirë që u bon kurbani veç, në ardhë për bajrami marë, e kur të bojnë ata në kalzojnë dhe shkaj, kësmet. E sa t'jem qallë, e kom njët me prej, se kam mundësi shëqër zotit, po një mujnë djellë të qikat e, kam mundësi me prej kurbani, pa prej s'kom qare. Haxhi, ditën e bajramit ku shkon fillimisht? Wallahi, ma shumë ditën e bajramit vinë të une. A do të thënë ti i presë? I presë, ma shumë, e të dutën ditë, mas ditë e bomakia, djallim qënë, ka i kom qikat e dajtë e mesat e bojmë zeret, ditën mas bajramit, ditë ma shumë. Atë parën ditë, ma shumë të shperë rrisë e unën, ma i vjetër e vinë të unë, ma shumë më bo. Ramazan, kër shkojmi, Ramazan është, edhe namazi ma i hirëshëm, se ka gjemat ma shumë, i qojmi ma mirë, shkojmi në thrasin për darka, i bojmë të shëqishajt, shkojmi një iftar, shumë herë edhe në gjami e bojmë iftarin, shoqnin e kemë mirë,
shkojmë me gjitha të po me kërko, në ka zonë hoxha shkojmë në gjemoti, të 40 vetë shkojmë në po me që të shkojmë bashkë, kur shko kjerë në për cilë me kjerë në qënë, kur s'ka komë, që nga dika nga plesht komë, e që jemi nga t'i konë. Ditën e Bajramit e bojmë në të vymin, pej barit dalim poshtë, mas shumë të fshatë hynë bojmë bashkë, e bojmë Bajram me krejt fshatën, se në rakat unë i krejt në poshtë, edhe bojmë Bajram gjithë bashkë, poshtë të gjamia e Zollit, e bojmë bashkë atë unë. Gjithë selatin e ke? Gjithë selatin i vem bojmë bashkë, çdo Bajram. E mojmë atë traditën që kërëm pasë ka thonë bashkë. E kësha pasë dëshirë, Bajrami po vjen, mja ruë, kur banë Bajramin gjithë muslimanve, edhe akrabove të mi, edhe çdo kush ja uroj festën e Bajramit, inshallah me fatë, e me jetë gati me bereqet e presim tonë.